Të gjitha 10 kompanitë e sigurimit që kanë qenë të regjistruara para 1 prillit të vitit të kaluar dhe japin shërbime për sigurimin e automjeteve motorike janë nën hetim për bashkim në kartel. Në këtë grup, sipas Agjencisë për Supervizion Sigurimi, nuk bën pjesë vetëm Zoil Maqoni nga Manastiri, që është evidentuar në regjistër më 1 prill të vitit të kaluar, kur është realizuar marrëveshja për, siç thuhet, bashkim në kartel dhe rritjen e çmimeve të këstit të sigurimit për autopërgjithësi, me çka u shtrenjtua regjistrimi i automjeteve. Nga Komisioni për Mbrojtje të Konkurrencës për Televizionin 21 thonë se deri te 10 kompanitë e sigurimit është dërguar njoftim preliminar, në të cilën theksohet se çfarë është gjetur gjatë kontrolleve në hapësirat zyrtare të kompanive të sigurimit, duke përfshirë edhe kontrollet në komunikimin e tyre të ndërsjell, pas çka janë gjetur prova për sjellje të harmonizuar kartel. Procedura për konfirmimin e sjelljes së harmonizuar kartel dallon nga procedura për bashkimin në kartel të marketeve, për shkak se në këtë procedurë ka njoftim preliminar, pas shka kompanitë e sigurimit kanë afat për të dorëzuar kundërargumente, pas shka KMK do të mbajë takim dhe do të sjellë raport përfundimtar ku do të theksohet se sa do të jetë gjoba. Edhe për këtë raport, kompanitë kanë të drejtë të parashtrojnë kundërargumente, pas shka komisioni do të sjellë vendim përfundimtar. Nga komisioni thonë se për vendimin përfundimtar, kompanitë e sigurimit do të ankohen para gjykatës administrative, ndërsa pagënaqësitë nga kjo gjykatë mund të shprehin në gjykatën e lartë administrative. Përndryshe, kryeministri Mickovski është i njoftuar me procedurën. Наистина се некои информации за мене прилично изненадувачки. Неприятно изненадувачки. Kompanitë e sigurimit ndiqen sipas nenit 7 paragrafit 1 të ligjit për mbrojtje nga konkurenca. Nëse dëshmohet se janë bashkuar në kartel, do të gjobiten sipas ligjit të njëjtë, përkatësisht nenit 59 paragrafi 1 që parashet gjob deri më 10% nga të ardhurat e përgjithshme të realizuara vitin paraprak. Nëse bëjmë një llogaritje të thjeshtë, nëse shkohet me dënim maksimal në buxhet, do të hyjnë mbi 15 milion euro.